Pershi Kosovës, ka një fokus të veçantë në çështjen e zhvillimit të kapaciteteve humane, njerëzore, qoftë në kuadër të programeve të ndryshme, të bursave dhe shkollimit të mëtutjeshëm. Cili program keni qenë, se jemi këtu, vetëm këtë pjesë, në pjesën e deputetëve keni qenë në Open World? Kam qenë në Open World, të cilat e ofron një mundësi që deputetët e përzgjedhur nga ana e ambasadës amerikane të kalojnë një kohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku takohen me kongresmen dhe takohen me senator. Pra vizita fillon kryesisht në Washington, e pastaj ne ishim edhe në Senatin e Kalifornisë. Ka qenë eksperiencë mirë? Absolutisht, me një kontekst shumë të rëndësishëm në kuadër të zhvillimeve politike dhe pikpamjeve dhe përshtypjeve të tyre politike. Janë jashtëzakonisht të rëndësishme edhe në aspektin informativ dhe ndërtimit të raporteve, mirëpo gjithashtu edhe krijimit pastaj të një raporti të cilet mirëmbahet edhe tentohet të shfrytëzohet në rrafshin e një përfitimi të përgjithshëm politik në mes dy shteteve. Mirë se erdhët edhe një herë, për gjitha këto do flasim edhe më gjerësisht edhe më tutje, natyrisht do flasim edhe për sfidat në raportin Kosova-Amerikë dhe Amerikë-Kosovë, bashkë me neve në studion e politikës zoti Alban Zogaj, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ishte nënkryetari i komunës së Prishtinës dhe për 5 vjet një nga drejtuesit e MCC-s, fondit Millennium Challenge Corporation. Millennium Challenge Corporation, po i bie fondit sfidave të midvjeçarit. Tamam, mirë se keni ardhur Zogaj fillimisht, edhe Zogaj është jo rastisht këtu në studion e politikës, marrë parasysh kësaj marrëdhënie speciale dhe këtij investimit të jashtëzakonshëm që Amerika e ka me sfidat e midvjeçarit. Si ka qenë kjo eksperiencë fillimisht për juve edhe çfarë më nënkupton në përgjithësi marrëdhënia Kosova-Amerikë nga pikpamja juaj? Për mua ka qenë fat i madh e para me punu në atë agjenci. Është një prej agjencive më të mëdha amerikane që investon në vendet zhvillim, sidomos vendet si Kosova. Në atë kohën kur kom punuar me ta, ne kishim $50 milion në dispozicion për të investuar në projektet në Kosovë, kryesisht në energji. Pastaj fondin prej 50 milionësh e ka pasu edhe një fond tjetër i madh, $200 milion, që quhet një projekt i madh kompakt i MCC-s në Kosovë, ku mendohen investimet në energji gjithashtu, por që sot në momentet aktuale ka një pikpyetje të madhe të vazhdimit, e ndoshta më vonë ka mundësi edhe me elaboru matutje. Por fat i madh edhe për mua, po fat i madh për vendin që e ka pas një fond të tillë dhe e ka pas një fokus prej MCC-s, ishte koha prej vitit 2016 deri pas pandemisë deri në vitin 2021, e mandej pas 2021 se tutje vazhdoi ky projekti i madh $200 milion. Për ndryshe, MCC në fokus e ka pas edhe projektin e gasit ose gasifikimit të Kosovës, ku kemi pas mundësinë me prodhu edhe energji përmes gasit amerikan, që do të vinte nga Greqia përmes Shkupit deri në Prishtinë, por ai projekt u refuzua nga ana e shtetit tonë edhe për fat keq është jashtë agjendës aktuale. Tani si deputet i Kuvendit të Kosovës, marrë parasysh festimeve që organizohen sot nga ambasada, cila është marrëdhënia sipas juve dhe cila është domethënia e raportit me Shtetet Bashkuara të Amerikës? SBA është partneri kryesor i Kosovës. Është aleati më i madh që ne e kemi. Dhe duhet të jemi krenarë dhe të mburremi çdo ditë me këtë aleancë. Dhe besa duhet ta forcojmë këtë aleancë çdo ditë, e jo ta zbehim. Pra, fokusi duhet të jetë ka forcimi i aleancës. E aleancat forcohen me komunikim korrekt, me koordinim, me bashkëpunim të mirë. Sot ne jemi në një situatë të rëndë për vendin dhe kur më së shumti na duhet ky partneri ynë strategjik është i heshtur për momentin. Nuk kemi asnjë... I heshtur është për fajin e Kosovës si politik? Nuk e di çka të thonë, thonë të drejtën. Por është i heshtur të tyre. Është i heshtur dhe kjo heshtje e tyre... është friksuese. Edhe është brengosëse. Heshtja momentale e partnerit tonë më të madh, strategjik, është për breng, edhe për mu shqetësu ne të gjithë. Dhe në fakt ne bojmë edhe thirrje. Edhe duhet me bo thirrje një ditë edhe më serioze. Ju lutem, ejani e na ndihmoni në këtë blokadë aktuale që
e që nuk po dim edhe si dalim nga kjo.